Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive, uroj të jeni mirë. Mirë se erdhët në Letra Trofej, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Me këtë që shikoj kjo javë për peshqit që po vjen duket si një javë ku do përballeni me disa vendime emocionale. Dhe me një të vërtetë që mund të dalë më qartë apo në pa. Mund të ketë një situata që lidhen me marrëdhënie ose me zgjedhje të rëndësishme peshqi. Mesazhi i javës është të mos qëndroni në situata që e dini se kanë mbaruar apo kanë arritur fundin e tyre. 2 të kupës, kjo të tregon lidhje marrëdhënie të rëndësishme. Një bisedë e rëndësishme me një person, një afrim ose një pajtim, ose një moment ku 2 njerëz kuptohen mirë. Nuk do thot patjetër në dashuri, mund të jetë dhe në punë, mund të jetë me punëdhënësin, me kolegun, familjarët apo partnerin. Këshilla që jep kjo letër thot, nëse ka diçka që duhet thënë, thuajeni hapur. Komunikimi i sinqert mund të sqarojë shumë gjëra. Pastaj kemi drejtsinë. Shikoni gjithë këtë peshore këtu, me shpatë në dorë, diçka po vjen të vë në vend. Kjo letër flet për drejtësi dhe vendime të drejta. Mund të jetë një vendim që duhet marrë, një situatë që kërkon ndershmëri, ose një moment ku duhet shikoni realitetin pa emocione peshqi. Kujdes të mos merrni vendime vetëm nga ndjenjat. Shikoni situatën me qartësi dhe me logjikë. Por sido që të jetë diçka në favorin e juaj, diçka në që do ju bëj punë, një drejtësi, po vjen në fluturimthi tek ju të dashur peshqi. Asi i shkopive është një letër që sjell fillime të reja, energji të re, që mund të jetë një ide re për diçka në jetën e juaj, një projekt që do t'ju motivoj, ose një fillim që ju jep me shumë energji, mund të jetë në dashuri, mund të jetë në punë, mund të jetë në çfarë do lloje, por diçka e re që do jap vërtet më shumë energji. Mos keni frikë të filloni gjëra të reja, nëse ndjeni që është koha për to, absolutisht. Dhe 10 të shpatës që tregon, më e keqja ka kaluar, të dashur peshqi, më e keqja ka mbaruar. Ta them, kjo letër tregon fundin e një situate që mund të ketë qenë e lodhshme ose dhe zhgënjyese. Çfarë mund të ndodhë në fund të javës? Një kapitull mund të mbyllet përfundimisht, por kjo hap rrugë për një fillim të ri, siç ishte kjo letra këtu. Mesazhi që jep leximi juaj të dashur peshqi është disa gjëra mund të përfundojnë, por kjo ndodh sepse është koha për një fillim më të mirë, më të sinqertë dhe më të drejtë. Këshilla e javës për peshqit është mos u kapni pas gjërave që kanë mbaruar. Energjia juaj duhet të shkojë te fillimet e reja që po hapen përpara jush dhe asgjë pas, por vetëm para, të dashur peshqi.